Mirëmëngjes si YouTube-i. Sot do bëjmë një video. Unë jam Romilda. Do bëjmë një video, një challenge, një sfidë. Prandaj kam vesh edhe këtë bluzën e kuqe, sepse do bëjmë sot sfidën, do ham vetëm gjëra të kuqe. Kështu më kishe komentuar një gocë te komentet, thoshte bëj këtë sfidën që të hash ushqime të kuqe gjatë ditës. Dhe jo domate, jo. Ne tani jemi duke ikur te kafja. Unë do porosis diçka të kuqe. Me thënë çdo gjë duhet jetë jo akullore, ka dhe çaj. Me fruta pylli, me lule shtryve dhe diun çfarë do. Do shikojmë. Kështu që do ju marr me vete normalisht, pastaj do shikojmë se çfarë do ham dhe në vazhdim. Pashiqer. Bravo. Nuk është e keqe. Tani kam ardhur te marketi edhe do shikoj të gjejmë ushqime të kuqe që do konsumojmë. E kam një ide se çfarë do bëj, për snack ndonjë gjë kështu. Duke qenë se unë nuk ha shumë darkë, prandaj thash të marr ndonjë gjë. Ç'a të marr? Të marrim shalqi? Darkën e sigurova. Kemi marrë një shalqi të kuq, kështu që ja ku e kemi këtu darkën. Duke qenë se sot nuk ka dietë, tani unë nuk kam ngrënë mëngjes me thënë të drejtën, nuk kam bërë mirë dhe normalisht do shkoj në shtëpi, por sa të gatuaj, kështu që rrugës do ham një akullore që e kam marrë kështu me të kuqe, kam bler edhe pije që është me moll dhe uroj të jetë e kuqe, se kur shkoj në shtëpi do gatuaj diçka që e kam menduar që do jetë me të kuqe. Jam duke ngrënë këtë akulloren, që ka edhe të kuqe, besoj se duket aty. Ka edhe të kuqe, edhe kjo është lërë të themi snack. Se mëngjes nuk kam ngrënë sepse kemi dalë shumë herët. Si shpo i thoja. Edhe nuk kam ngrënë mëngjes, me thënë drejtë, thjesht piva atë çajin. Edhe tani do ha këtë. E di që nuk është mënyra më e shëndetshme për të ngrënë, po ndonjëherë s'kemi ç'a të bëjmë. Edhe sot nuk është, e kam prish dietën sot, kështu që na lejohet hajme edhe kështu gjërash budalliqe. Edhe tani do ikim në shtëpi, do gatuaj për burrin, edhe do gatuaj edhe për vete. Për vete, në fakt, kam menduar të gatuaj makarona me salcë. Me salcë të kuqe normalisht, kështu që. E rëndësishme është që ushqimet sot të kenë ngjyrën e kuqe. Kështu që ikim në shtëpi tani, avash, jemi afër edhe vazhdojmë sfidën. Ja ku jemi njerëz. Nuk e kam vendin shumë të mirë aty ku mbaj telefonin, me thënë të drejtën, prandaj jam larguar, uroj që të dëgjohem, sepse nëse afrohem, duhet ulem kështu. Atëherë, siç u thash, do gatuaj makarona, do t'i bëj me salcë të kuqe dhe me sallam. Do t'i hedh, besoj, t'i hedh pak edhe. Do i hedhim pak edhe nga kjo salca që është pak pikante. Ndërkohë, kam vendosur ujin që të zjej, kam vendosur ujin, edhe do hedhim makaronat pastaj. Ndërkohë këtu, vajin dhe do skuqim sallamin, pastaj t'i hedhim pak salcë, që të bëhen të kuqe. Kjo është ideja, domethënë. Duhet hap edhe këtë pijen, dhe shikojmë edhe këtë pijen, uroj që t'jetë e kuqe, uroj shumë. Ndërkohë do ta fus pak në frigorifer që të ftohet edhe
që t'i shoqërojmë makaronat. Tash këto e makaronat, do gatuaj vetëm për vete, se burri s'ka nevojë për sfidë. Dreka është gati dhe si që pat, ajo lëngu I mollës nuk ishte I kuq dhe unë detyrova mora çaj pjeshke që I afrohet pak ngjyrës së kuqe. Kjo si vishnje. Gjithsesi, se sa të merja atë lëngun e mollës e cila ishte e verdh, më mirë mora këtë. Dhe tani ham drekën. Nuk e di si na ka dalë, ju bëf mirë edhe juve dreka. Të mira pas kanë dalë. Ndoshta nuk ishte aq bukur sa mund ta prisni, por jemi në shtëpi edhe kështu, në kushtet e shtëpisë tani, ç'të bëjmë? Nuk është se gatuajmë gjithmonë bukur apo ku ta dion, edhe unë po paraqes një realitet të themi, mendoj, nuk e di. Rëndësi ka që ka shije, më pëlqen, ka shije. Edhe kjo ka rëndësi. Gëzuar. Përshëndetin e juaj. Kjo është e ngrohtë, sepse e kisha jashtë jo në frigorifer. Edhe unë nuk e di ju, por unë me burrin pim gjithmonë gjëra frigoriferit. Edhe ndimër ujin e pim të ftohtë. Leren vermë, po edhe ndimër. Tani po e mbyll me kaq, ta marrojmë të. Dhe do shihemi për darkën, që do jetë shumë e lehtë. Ben si aristokrate aty. Ha këtu mbushe një Romilda, edhe ha. Gjithë kështu janë. Kështu që nuk është turp. Ngopu. Ja, okej. Të knaqet dhe syri kështu. Jo, hidh dy fija aty. Zojnë gjumë, me piru. Këto janë që hajnë me lugë, më mirë, do rrimë me piru. Ngopo aty edhe je mirë. Kështu po ngopesh. Ja ku jam sërish këtu me ju, kam ndruar bluzen, se normalisht me zi po e mbaja atë, nuk
se mbaj do të gjithë ditën, dua të rilirshëm o vlla, me pijama, ku ka më mirë. Dhe tani do ham darkën. Dhe siç e keni parë, se po shikoj Zorin këtu, siç e keni parë, do ham shalqi. Do thoni ju vetëm shalqi, do hash për darkë, po, vetëm shalqi. Sepse kaq mjafton, tani që unë po këto flokët që pas kanë kështu, tani që unë kam bajtur djetër, me thënë të drejten, sikur më është kushtu pak stomaku, nuk e di, nuk ha shumë, sepse fryhem, po ngopem kollaj. Dhe do ham vetëm shalqi. Fundja ku ka më mirë, shfrytëzojmë në moment, shfrytëzojmë shalqi për aq kohë sa e kemi. Edhe do të thoya që këtë verë kam ngrënë shumë shalqi, jam ngopur, nuk e di domethënë. I vetmi frut që nuk më mërzitet kur, sa duket që jam në lushnja, edhe gjithmonë sa që shkoj në market marr, kur marron gjithmonë e marr. Dhe ja po e kam këtu, do thoni ju të gjithë do ta hash këtë, edhe mundet. Uji është ai fundi. Dhe ky është e kuqe, kështu që jemi brenda sfidës. E provoj një herë se unë e kisha marrë nga ai shalqiu që është me lëkurë të zi, si bluj shumë, do me thënë bluj errët, dhe ai gjithmonë më qëllon i mirë. Super i mirë, super i mirë. Dhe e mira është që nuk ka fara, shumë pak nga ato të bardhat të vogla. Sa mirë kështu, atje në Shqipëri na çmendin farat. Pse tha do ta hash shalqiun? Okej, pa ha një. Pa ha një, që ta quaj sfidën tamam. Pa normalisht duhet ta shoqëroj me gjë shalqin. E dini ju me qa. Edhe kështu e ha unë, po duhet ta shoqëroj pak me djathë, se s'ka lezet tani. Besoj se m'falet. Marrim pak djathë, besoj se m'falet. Besoj se m'falet. Na bëf të mirë. Ose edhe pak bukë, por jo, bukën nuk e konsumoj, kam shumë që nuk konsumoj bukë, plus nuk është se ha shumë me bukë, edhe më përpara, nuk është se kam shoqëruar shumë me bukë, ka shumë që ha me bukë, me shalqi, ose e ha shalqiun me gjellë, me qato dhe gjëje që kanë të avëllim, fusin dhe shalqi. Por me djathë është tjetër. Shumë i mirë është. Po qikoni të frigoriferim. Jemi kështu neve. Tim shalqi edhe tim bustan. Do me thënë, unë ha më shumë shalqi, burri ha në njëherë që kur i teket në i tek këtu, kur do të ndezi cigare ose kështu, por ai pëlqen më shumë bustanin. Nëse dhe ju i thoni bustan ati të verdhit, se ne na lushnja këti i themi shalqi, bustani i themi bustan. Kështu i tha mund, tani, nejse. Edhe unë atë e ha, nuk është se nuk e ha, por më shumë pëlqej këta. Edhe frigoriferin tonë i gjen të dyja llojet. Ai ata, unë këta më shumë. Edhe kështu, tani ta mbyll, s'pahana. Ta mbyllim edhe se di, besoj se e kam kryer me sukses sfidën,
Edhe pse mëngjes nuk është se konsumuam shumë, vetëm çajin, po quhet se ishte goxha gotë e madhe me të drejtën edhe çfarë do gatuaj unë për mëngjes një gjë të kuqe. Se di. Vetëm po të hajna një gjë të ëmbël, se kështu të kripur jo, edhe unë nuk është se du të ha shumë gjëra të ëmbla. Gjithsesi çaji është shumë mirë. Pastaj si snack themi morëm atë akulloren. Dhe në drek hëngërm ato makarona, tani këta për darkë, edhe kaq mjafton. Unë kaq e mbyll. Nuk e di u thash edhe që parë, tani është ora 6:08 ca ishte. Unë kaq nuk ha me, do me thënë deri në orën 7 maksimumi nuk konsumoj me gjë mas orës 7, thjesht mund të pi ujë edhe kaq. Prandaj e ha darkën pak shpejt. Do thoni ju nuk të merr me uria. Jo, nuk më merr sepse jam mësuar. Edhe kjo ishte sfida. Tani nuk e di çfarë sfide doni tjetër, më shkruani në komente, më jepni ndonjë ide. Ndoshta sërish me ushqime ose me veshje ose ku di unë. Të shohim. Nuk e di. E kam menduar edhe ata që kam parë shumë që bëjnë këtë, kaloj ditën me 5 euro, me 10 euro, diçka e tillë. Po me 5 euro më duket pak e vështirë ta bëj. Ndoshta po e bëra ndonjë ditë, të shohim. Do ta bëj me paktën me 8 euro, ku e di unë. Se 5 euro shumë pak. 2 euro sa na bën kafe mëngjesit. Nëse më bëni komente, më shkruani se çfarë doni të shikoni tjetër, edhe shikojmë ndoshta dhe mund ta realizojmë. Mos harroni më bëni subscribe, like, share, sepse është shumë e rëndësishme dhe shumë faleminderit për subscribe-et e rinj edhe për ju të vjetrit që më shikoni. Kështu më motivoni edhe mua për të bërë video. Mundojmë shumë që të vi sa më shpesh këtu në YouTube, të bëj video, do me thënë paktën 2-3 video, por nëse s'ke diçka interesante, s'ke se bën, kështu që më mirë më thoni juve se çfarë doni që unë t'ju bëj edhe të shohim nëse mund ta realizojmë këto sfidat për shembull, ku ta di unë, ndonjë gjë. Do ta shikojmë. Do shikojmë edhe ato që kam bërë më përpara, youtuberat edhe këto çfarë është bërë, çfarë është më shumë virale edhe këto gjëra. Tani ika, se nuk do ri këtu të ha derisa ta mbaroj këtu, por ideja është që sfida besoj se e kaloj me sukses, ose të themi 80%, me që nëse mëngjesin pim vetëm çaj, por mirë, goxha mirë sfida. Tani ju përshëndes edhe do shihemi në video të tjera. Bye bye!